Antarët e gjykatës kushtetuese nuk kanë dalë me një vendim në seancën e sotme lidhur me kërkesën e depozituar nga shoqata gjyqtarësh dhe prokurorësh, që kërkojnë një rivlerësim të pagave të tyre. Antarët e kushtetueses kanë kërkuar më shumë kohë për marrjen e një vendimi, çka do të thotë se nuk kanë arritur të sigurohet një shumicë prej të paktën 5 antarësh, që të mund të arrihet vendimarrja. Kjo është një praktikë tashmë e njohur për kushtetuesen, sa herë që antarët e saj ndahen 4-4. Tashmë mbetet për të parë se kur antarët e kushtetueses do të mblidhen për të marrë një vendim, i cili duket se mban më shumë në ankth kryeministrin se sa shoqatat që janë drejtuar gjykatës për nivelin e pagave. Përplasja e Ramës me gjyqtarët e prokurorët, kërkesa është kundërshtuar ashpër nga kryeministri Edi Rama, i cili në deklarata publike ka kërkuar nga kushtetuesja që të mos marrë parasysh ato që kreu i qeverisë konsideron qiqra në hell. Përsëri çështja e pagave të gjyqtarëve kanë qëndruar në rendin e ditës. Ka pasur komente, çuditëra që e kanë shoqëruar debatin. Përveç dy shoqatave, një gjyqtarësh e prokurorësh, gjykatësit janë vetvendosur në syrin e ciklonit popullor, në lidhje me një pakënaqësi popullore për kërkesën e rritjes së pagave. Kjo lidhur me anketimin e brendshëm ku 90% janë kundër rritjes së pagave dhe një pjesë mendojnë të ulet paga, sepse janë të pamenduara dhe të padrejta, ndërkohë që gjykatësit mendojnë të rritet paga. Zërat thonë se pagat e tyre po ulen, po pagat e të tjerëve po rriten. Ajo që kemi bërë për reformën në drejtësi ka qenë shprehje e vullnetit të fortë në lidhje me pagat e tyre. Do paguhet ekstra me sakrificën tonë, se pasi të kalojnë vettingun, do përballen me pavarësinë e pushtetit gjyqësor, sfidën bazuar në vlerat e kushtetutës, jetës demokratike, në shërbim të qytetarëve dhe garant të shërbimit të ligjit, tha Rama.